Pra, le të fillojmë drejt për drejt me një temë që prek jetën tonë të përditshme, konsumi i ndërgjegjshëm. Shpesh, blerjet i shohim si një detyrë rutine, thjesht një vizitë e shpejtë në supermarket sa për të mbaruar punë. Por, në fakt, kjo analizë e burimeve na tregon diçka majnice. Karroca jonë e blerjeve është një nga mjetet më të fuqishme për të transformuar ekonominë kombëtare. Ajo mbart një fuqi të fshehtë, fjalë për fjalë. Le të zbulojmë se si zgjedhjet që bëjmë para rafteve të dyqaneve formësojnë të ardhmen në një kombi të tërë. Okej, le të thellojmë pak këtu te kjo metafora e votës ekonomike. Kjo shprehje e përmbledh në mënyrë perfekte të gjithë thelbin e kësaj teme. Çdo herë që shpenzojmë para, nuk po kryejmë thjesht një transakcion të rëndomt financiar. Në fakt, ne hedhim një votë të vërtet për atë lloj ekonomie dhe shoqërie që duam të ndërtojmë. Këto para vendosin se cilat biznese do të lulëzojnë, cilit sektor do të bjetojnë dhe si do duket e ardhmja jonë. Pra çdo faturë e paguar është një zgjedhje reale për të nesërmen. Por, para se të shkojmë më tej me këtë logjik, le të shtrojmë një pyetje thelbësore për të qartësuar gjërat. Çfarë do të thotë saktësisht të blesh produkte vendore? Tingëllon se një koncept paksa abstrakt apo jo? E po, nuk është thjesht një etiketë që tregon gjeografinë e një paketimi. Bëhet fjalë për veprime shumë konkrete që mbajnë në këmbë një infrastrukturë të tërë të brendshme, të cilën do ta shohim me detaje në minutat në vijim. Struktura e kësaj analize kalon përmes këtyre hapave. Së pari, fuqia e një blerjeje. Së dyti, qarkullimi paras në vend. Së treti, ndërtimi i komuniteteve të forta. Më pas, mbrojtja e trashëgimisë kombëtare dhe në fund fare, realiteti i produkteve vendore. Seksioni numër 1. Fuqia e një blerje dhe ndikimi menjëhershëm i zgjedhjeve lokale. Ka një diapazon jashtëzakonisht të gjerë njerëzish që mbështeten drejt për drejt nga një akt kaq i thjeshtë. Kur zgjedhim diçka vendore, ndikimi fluturon shumë përtej arkës së marketit. Ky veprim shpat me një impakt të menjëhershëm femrët që punojnë tokën, mes plot sakrificash, fabrikat që ruajnë linja të prodhimit aktiv, e madje dhe sektorin e shërbimeve e logjistikas. Është fjalë për fjalë një ekosistem i plot profesionistësh që merr fry nga këto blerje të zakonshme, duke garantuar që familjet dhe ekonomia lokale të mbijetojnë falnesh. Kalojmë te seksioni i dytë, qarkullimi i paras në vend. Tani do të gjurmojmë rrjedhën e kapitalit brenda ekonomisë sonë. Le të shohim se si zhvillohet e gjithë kjo. Gjithçka fillon nga hapi i parë, momenti kur kryhet blerja lokale. Por magjia e vërtet ndodh menjëherë më pas. Parat nuk largohen jashtë kufive kombëtar, ato mbeten aty dhe fillojnë të qarkullojnë vazhdimisht brenda sistemit tonë. Kjo na çon te hapi i tretë, ku bizneset marrin sigurinë e nevojshme për të rritur dhe për të bërë investime të reja. Mbajtja e këtyre parave në lëvizje të brendshme është, thelbësisht, motori vërtet që sjell rritjen e pavarur dhe stabilitetin ekonomik. Seksioni numër 3. Ndërtimi i komuniteteve të forta. Këtu do të kalojmë nga shifrat ekonomike te ndikimi i drejt për drejt njerëzor. Këto nuk janë thjesht teori makroekonomike, janë realitete absolute për jetën e përditshme. Kur një biznes vendor rritet nga mbështetja jon, ai automatikisht kërkon më shumë krah pune. Kjo përkthehet pa pikë vonese në vende të reja pune për njerëzit e atij komuniteti. Dhe rezultati, familjet tona jetojnë më mirë. Punësimi i qëndrueshëm do të thotë më pak stres financiar dhe arsimim më të mirë për fëmijët. Është një zinxhir fantastik i smirës publike që buron ekskluzivisht nga zhvillimi i biznesit lokal. Por e dini çfarë? Roli i tyre nuk mbaron te krijimi i vendeve të punës. Këto biznese funksionojnë si shtylla të vërteta mbështetëse për të gjithë lagjen. Bizneset vendore janë shpesh të parat që financojnë ekipin sportiv të të rinjve, sponsorizojnë aktivitete kulturore apo mbledhin fonde për bamirësi. Është pikërisht ky kontributi drejt për drejt që forcon unitetin dhe krijon lidhje sociale jashtëzakonisht forta. Një komunitet bëhet vërtet i pathyeshëm kur dani të njëjtin fat dhe mbështesin njëri tjetrin kaq afër. Seksioni i 4. Mbrojtja e trashëgimisë kombëtare. Një vështrim se si ruhet kultura jonë përmes tregtisë. Pra, pika thelbësore këtu është kjo. Pas shumë prej produkteve vendore, si për shembull punimet artizanale, ushqimet tipike apo tekstilet, fshihet një ekspertizë unike, një histori e gjatë, shpirti i një populli. Kur zgjedhim këto produkte, nuk po kryejmë thjesht një transakcion banal, ne po mbrojmë në mënyrë shumë aktive traditën dhe identitetin ton kombëtar, duke parandaluar që ato të zbehen e të zhduken në tregun global ku çdo gjë ngjan njësoj. Ky është në fakt një mjet mbrojtës kulturor. Seksioni i 5. Realiteti i produkteve vendore. Është koha për të ndër faktet nga trillimet. Ekziston një mit i vjetër e shumë kokfort që të gjithë e kemi dëgjuar. Çfarë vjen nga jashtë është gjithmonë më e mirë.
E po, realiteti sot tregon një tablo krejt tjetër. Shumë nga produktet e vendit jo vetëm që kapin standarde të shkëlqyera ndërkombëtare, por prodhohen me një nivel përkushtimi ndaj detajit që korporatat e mëdha globale shpesh e injorojnë. Prodhuesit tanë vendosin fjalë për fjalë emrin dhe reputacionin e familjes së tyre mbi atë produkt. Një tjetër mit jashtëzakonisht i dëmshëm është ajo ideja cinike që thotë: "E po mirë, një blerje vetme nuk ndryshon gjë." Është shumë e lehtë të dekurajohesh kur e mendon veten të vetëm në një oqean ekonomik. Por ja ku fshihet thelbi inxhinierik i ekonomisë. Realiteti është se miliona njerëz duke bërë po ato zgjedhje të vogla e të përditshme, së bashku përbëjnë motorin e vetëm që ndërton një superfuqi të brendshme ekonomike. Fuqia nuk fshihet te asnjë individi vetëm, por absolutisht te forca jone e përbashkët. Dhe kjo ilustron në mënyrë geniale përgjigjen kundër një miti të tretë, atij mendimi se bizneset vendore nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe gjeopolitike. Përkundrazi, bizneset vendore nuk janë thjesht një stend nostalgjike në rrugë, ato janë pas një lloji egzagjerimi, shtylla kurrizore mbi të cilën mbështetet stabiliteti i shtetit dhe i shoqërisë. Pa to, edhe një lëkundje minimale në tregjet e huaja do të kishte qenë thjesht një goditje e papërballueshme. E gjithë kjo na çon te hapat praktik. Çfarë mund të bëjmë objektivisht çdo ditë? Për shembull, mund të zgjedhim produkte vendore atëherë kur kemi mundësi, të mbështesim tregjet e fermerëve, të pim kafen te biznesi i vogël i lagjes, apo qoftë edhe të promovojmë një produkt të mirë në rrjetet tona sociale. Dhe duhet theksuar fort kjo, nuk na kërkohet perfeksion. Askush nuk pret që ne të ndalim 100% konsumin e importeve, e gjitha fillon me një ndërgjegjësim të thjeshtë kur kalojmë mes rafteve. Burimet na sillin në vëmendje një fjali shumë të fuqishme, që me të vërtetë sfidon mendsinë tonë. Patriotizmi nuk është vetëm simbol. Kjo qasje ndryshon plotësisht mënyrën se si ne e shprehim përkatësinë. Nuk bëhet fjalë vetëm për mbajtjen e simboleve në ditë festash kalendarike, por për një zakon të përgjegjshëm të përditshëm. Tregimi më thelbësor i patriotizmit ndodh pikërisht atëherë kur mbështesim financiarisht njëri tjetrin duke rritur nga brenda kapacitetet e njerëzve tanë. Për të përmbledhur gjithçka diskutuam deri tani rreth rëndësisë etike të konsumit, nuk ka mënyrë më të saktë se kjo moto e thjeshtë. Bli vendore, mbështet komunitetin, forco vendin tënd. Çdo fjalë e kësaj fjalie është thelbësore, pasi ushqejnë njëra tjetrën. Ndërtimi i këtij cikli garanton zhvillim, duke rritur mirëqenien pa dallim dhe duke i dhënë frymë qetësie e stabiliteti çdo familje apo punëtori në vend. Pra, teksa kjo analizë arrin në fund, ja vlen vërtet ta lëm këtë mendim të thellë të na shoqërojë. Herën tjetër, gjatë atyre blerjeve krejtësisht të zakonshme në supermarket, le ta reflektojmë pak si do ta formosojnë këto zgjedhje të thjeshta të ardhmen e kombit ton. Sepse, le ta pranojmë, asnjë monedhë nuk është thjesht një monedhë. Ajo është ndërtuesi së ardhmes. Karroca e blerjeve është, padyshim, një mjet transformimi i jashtëzakonshëm. Shpresojmë që ky këndvështrim i ri ta ketë ndryshuar paksa perceptimin mbi atë faturën rutinë të ditës.